Dhoma ishte e qetë, dritat e ngrohta të Big Brotherit hidheshin mbi dyshemen e shkëlqyer dhe mbi mobilet e thjeshta. Benita rrinte përballë Xhanetës me duart e bashkuara në prehër, sy të mbushur me një përzierje trishtimi dhe ndërgjegjësimi. Një frymëmarrje e thellë hapi bisedën, duke treguar se çfarë kishte rënduar shpirtin e saj këto ditë. Xhaneta, filloi ajo me zë të qetë, pothuajse të dridhur, kam bërë një gabim. Dhe dua ta ndaj me ty sepse nuk mund ta mbaj më brenda. Ajo heshti për një moment, duke ndjer peshën e fjalëve, duke e ndjer dhomën të vogël dhe të ngushtë për çdo mendim që donte të thoshte. Janë dy gjëra që më bëjnë të ndihem keq në këtë Big Brother. Dhe nuk mund t'i fshem më. Sytë e Xhanetës ishin të qetë, duke e inkurajuar pa thënë asgjë, duke krijuar hapësirën që Benita të ndante gjithçka. E para. Është për Tonin, vazhdoi ajo. Jam bërë shumë pishman që jam lidhur me të. Nuk duhej të ndodhte. Thjesht. Ndodhi. Dhe tani. Tani ndihem keq sepse lidhja jon ka krijuar tensione dhe situata që nuk duhej të ishin aty. Kam ndjer diçka, por gjithashtu kam shkelur kufit e respektit për shoqërinë dhe për vetë situatën ku ndodhemi. Ajo bëri një pauzë, duke marrë frymë ngadalë dhe duke u përpjekur të mos e thyej qetësinë e momentit. Shumë shpesh mendoj për momentet ku shkuam bashkë në atë parti. Dhe më vjen turp. Ndjeva diçka, por ishte e gabuar. Nuk duhej të ndodhte, dhe tani çdo kujtim nga ato momente më bën të ndihem pishman. E di që nuk mund ta ndryshoj, por dua që ti ta dish se sa e ndërgjegjshme jam për gabimin tim. Xhaneta thjesht e dëgjoi, duke lënë që fjalët të rrjedhin pa ndërprerje. Në heshtjen e dhomës, energjia ndryshonte nga tensioni i papërpunuar në një qetësi të ngrohtë, ku mund të lindte një kuptim më i thellë mes tyre. Dhe gjëja e dytë, vazhdoi Benita, duke ulur pak kokën dhe duke u përpjekur të gjejë fjalët e duhura. Është për Elionën. E kam ofenduar në fillim, kur gjithçka sapo kishte nisur. Dhe pastaj. Sa herë e kam parë, kam kuptuar sa e padrejt kam qenë dhe i kam kërkuar falje. Por peshën e fjalëve nuk mund ta marr mbrapsht. Ajo mbetet dhe unë mbetem me pendim për mënyrën se si e kam trajtuar në fillim. Nuk ka justifikim, vetëm një kuptim i qartë se nuk duhet të kisha vepruar kështu. Benita ngriti sytë dhe i takoi ato të Xhanetës, duke kërkuar një kuptim në reagimin e saj. Dua që ti ta dish që e kam kuptuar. Jam penduar. Dhe çdo ditë që kaloj këtu më mëson se sa e rëndësishme është të jem e ndershme dhe e kujdesshme me fjalët dhe me ndjenjat e të tjerëve. Nuk dua që të ndjej më pishman për gjëra që mund t'i kem shmangur. Ajo ndjeu një lehtësim të vogël ndërsa e thoshte këtë, sikur peshat që kishte mbajtur brenda u shpërndan pak. Heshtja që pasoi nuk ishte e zbrazët, ishte e mbushur me kuptim, me pranimin e gabimeve dhe me ndërgjegjësimin që vjen vetëm kur je i sinqert me vetveten dhe me të tjerët. Xhaneta buzëqeshi lehtë dhe vendosi dorën mbi supin e Benitës, një gest që fliste më shumë se fjalët. Nuk kishte nevojë për gjykim, nuk kishte nevojë për këshilla, vetëm për një dëgjim të vëmendshëm dhe për pranimin e ndjesive që kishte ndjer. Ishte momenti kur pendimi u bë një hap drejt mirëkuptimit, kur faji u bë një mundësi për të mësuar dhe për të reflektuar mbi zgjedhjet e bëra. Benita ndjeu se diçka brenda saj ishte liruar. Nuk mund të ndryshonte të kaluarën, por mund të bënte paqen me të dhe të përpiqej të vepronte më mirë nga ky moment e tutje. Një frymëmarrje e thellë, një buzëqeshje e heshtur dhe ndjenja se kishte bërë hapin më të rëndësishëm, të pranoj gabimet dhe të ndjej pendim në mënyrë të sinqertë.